Ujërat e zeza pushtojnë shëtitoren e re Buzlumit Gjanica në Fier, pranë urës së rrugës Fier-Patos, fare pranë bashkisë Fier. Autoritetet lokale heshtin, ndërsa qytetarët kanë denoncuar problemin në televizionin Apollon. Investimi miliona eurosh, një nga investimet më të mëdha të viteve të fundit për rehabilitimin urban të Fierit dhe Lumit Gjanic, që duhej të ishte shembull i qytetërimit për hapësira moderne, për pushim dhe rekreacion, realisht është kthyer në një vatër ndotjeje dhe rreziku për shëndetin publik, shqetësim për higjienën, sigurinë dhe mirë funksionimin e investimit. Situata e rëndë e krijuar në një pjesë të shëtitores që është nën pushtetin e ujrave të ndotura, ka krijuar një problem serioz mjedisor, duke u kthyer në rrezik për qytetarët, por edhe problematik për mjedisin, për shkak të erës së rëndë dhe pamjeve të papranueshme në një zonë të rëndësishme të qendrës së qytetit. Televizioni Apollon, gjatë verifikimit në terren pranë shëtitores së re të Lumit Gjanica, ka konstatuar praninë e ujrave të zeza që ka mbuluar një segment të hapësirës publike. Në emër të qytetarëve, Televizioni Apollon kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse, Bashkisë Fier dhe ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve. Jemi këtu në shëtitoren të gjatë Gjanicës, është një shëtitore e ndërtuar pas investimit të kohëve të fundit për rehabilitimin e këtij lumi, dhe kemi ardhur për shkak të një shqetësimi të ngritur nga qytetarët në televizion Apollon që kjo zonë është pushtuar nga ujërat e zeza. Realisht ujërat e zeza janë përhapur kudo dhe kanë bërë të vështirë lëvizjen në këtë zonë të rëndësishme të qytetit Fierit. Dyshohet se shkaku kryesor është shkarkimi i ujërave të zeza dhe i pakontrolluar nga ish banjot publike pranë bankës së vjetër që quhet ose urës së rrugës Fier-Patos, gjë e cila është me shqetësim jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet këtu. Situata është shumë e rëndë, era e keqe dhe padurueshme, plus edhe infeksioneve të mundshme, të cilët rrezikojnë epidemi për komunitetin e qytetit Fierit, por edhe për institucionet përreth, kërkojnë ndërhyrje immediate nga institucionet, kryesisht nga Bashkia e Fierit, e cila merret me menaxhimin e territorit të këtij qyteti. I bëjmë thirrje Bashkisë së Fierit në emër të televizionit, po dhe zërit të qytetarëve të rishikojë edhe një herë pozicionin e përcaktuar pikërisht në këtë shëtitore ku ujërat e zeza e kanë pushtuar totalisht dhe kanë bërë të pashqyrtueshme. Të cilësinë e medias që pasqyron problematikat e qytetarëve dhe funksionimin e investimeve publike, Televizioni Apollon kërkon një sqarim për shkakun e daljes së ujërave të zeza në zonën e shëtitores, masat urgjente që duhet të merren për normalizimin e gjendjes dhe planin konkret të mirëmbajtjes së këtij investimi, në mënyrë që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Publiku ka të drejtë të informohet për funksionimin e investimeve të kryera me fonde publike, ndaj çdo sqarim zyrtar nga institucionet përkatëse do të pasqyrohet me objektivitet dhe korrektësi nga Televizioni Apollon. Gjatë komunikimit live për situatën e rënduar në shëtitoren e Lumit Gjanic nga ujërat e zeza, pas meje, pra në sfond, dukeshin edhe punonjës, por ata nuk kishin lidhje me ndërhyrjen pikërisht për zgjidhjen e kësaj situate, por janë të një kompanie private të cilët merret me projektet e tyre, ndërkohë që situata vazhdon të jetë e rëndë sot e dyja më parë. Realisht këtu bashkia po qëndron indiferente dhe duhet urgjentisht të ndërhyjë të zgjidhë sa më parë problemin, pasi në të kundërt kjo do të jetë një bombë ekologjike në kuptimin figurativ, pasi ujërat e zeza vazhdojnë të shkarkohen në shëtitore, por edhe drejt rrjedhjes së Lumit Gjanic. Për televizion të